Një zjarë ka rënë në qarkun e Lezhës para pak minutave. Këto janë pamjet që vinë nga vendngjarja. Për më shumë informacione kemi kolegun Elvis Sila. Përshëndetje Elvis, si paraqitet situata, rrezikohen banesa dhe ai po punohet për vënien nën kontroll të kësaj situate. Ju përshëndes nga Lezhë Nërtil, në fakt bëhet fjalë për një zjarr i cili ka përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi pemë frutore, por edhe ferra dhe shkurre në zonën mes Manatisë dhe Barbullojës në Lezhë. Flaket janë shfaqur rreth orës 22 dhe janë përhapur me shpejtësi në një perimetër të gjerë, favorizuar edhe nga era fort që ka përfshirë rajonin e Lezhës gjatë gjithë pasditës së ditës së sotme. Aktualisht që ne flasim, në terren ndodhen forcat zjarfikëse të Lezhës, ndihmuar edhe nga banorët e zonës, por edhe emergjencat civile për të bërë të mundur pra vënien në kontroll të flakeve të zjarrit, të cilët po rrezikojnë edhe disa banesa, por edhe një biznes që ndodhet pikërisht në zonën e Barbullojës. Vëmendja e forcave në terren është përqendruar pikërisht për të mbrojtur zonën e banuar nga përhapja e flakeve, pavarësisht se situata paraqitet e vështirë për shkak të erës, e cila është mjaft fort, pra ka një shpejtësi të konsiderueshme, çka po favorizon në përhapjen e këtij zjarri që Sa vatra janë aktive deri tani? Janë disa vatra aktive në një perimetër të gjerë. Zjarri ka nisur në zonën e Manatisë dhe favorizuar nga era, pra ka kaluar edhe në pjesën e Barbullojës, në një sipërfaqe mjaft të madhe, ku siç duket, pra jemi edhe në kushtet të vështira të këtij raportimi për shkak edhe të erës së fortë që ka karakterizuar të gjithë rajonin e Lezhës, dhe kjo po ndikon negativisht edhe për vënien në kontroll të flakeve të këtij zjarri, pra që shfaqet rreth orës 22 dhe vjon me intensitet të lartë. Gjithsesi, strukturat e emergjencave së bashku me shërbimin zjarfikës ndodhen në terren dhe gjithë vëmendja është përqendruar për të mbrojtur zonën e banuar, konkretisht banesat, por edhe një biznes i cili është i rrezikuar pikërisht nga flaket e zjarrit, ku si përmenda edhe pak mësi për favorizuar edhe nga bimësia e dendër, pra janë përhapur në një sipërfaqe mjaft të madhe. Faleminderit Elvis për gjitha këto informacione që na përcolle